LDK-ja ose kryesia e LDK-s nuk ka qenë ma gjithë përfshi se sa tani. I ka mbi 40 antarë të kryesisë. Dhe jenë mundu me i akomodu, nëse mund të them ashtu, paka shumë gjitha ato fraksionet e pa legjitimume brenda LDK-s. Dhe ti përpranon që ka do më? Po, unë nuk unë përpranoj që ka dhe ka pas gjithmonë, nuk është hera parë. Tashë nuk muj me ditë kush mas kuj që ndronë, po është qartë azim që zotri Hoti edhe zotri Abdi Gjiku nuk janë të njëjtën linjë. Ato e dim, na po e shohim edhe këtu nga... Me sa po shon nga reagimet publike, mas Abdi Gjiku të qëndrojnë, sidomos zotri Muhaxheri dhe zotri Ahmeti, Imri Ahmeti. Jo, edhe Lutfi Haziu u vështu. Për Haziu unë kam një respekt veçantë dorën zemër, sepse unë mendoj që ai... diskutabile këtu, po ideja... Zotri Haziu është pajtu, po ketë me dyshin. Jo, unë mendoj se zotri Aziri e ka mojt me gjithate edhe kohezionin brenda partisë. Nuk ka ndodhur për para, as në LDK madje, që ai që i ka hup zgjedhjet për kryetar, jo vetëm të qëndrojnë brenda partisë, por t'ja njoh kryetari i ri, edhe ti qëndrojnë mbrapa në vendimet e tij. Kto e ka bërë zotri Aziri dhe ka rujt shumë çet kohezionin e brendshëm me veprimin që e ka bërë. Shqipe, a ka patur tendenca për eliminim, se edhe po e zgjas më shumë me secilin nga ju, a ka patur tendenca për eliminim nga lista nëpërmjet votave brenda dhe jashtë? Me listat e hapura është pamundur me postens. Po, ka organizime Shqipe. Ka organizime brenda partive politike. Dhe kjo zëri është ngritur. Tash po mendoj që çka duhet kërkoj zotri Hoti, ngritur nga Driton Selmana, të gjitha ngritur nga ata çka Rezi duhet kërku është edhe me ndru statutin e LDK-s, sepse statuti i LDK-s i jep shumë kompetenca kryetarit. Gati është i pa kontestueshëm në vendimet e tij. Ai ka mandej pushtet me e propozu krejt kryesin, pra nuk mund të vinë propozime nga individ, nga degët e kështu me radhë, por është kryetari i cili bën propozimin edhe cili mandej veç të paktën edhe çka kemi po në kalumen veç formalisht votohet nga Këshilli i Përgjithshëm. Është kryetari ai që ka kompetencë me bë edhe listën e kandidatëve, edhe renditjen e sajna. Kështu që nëse duhet me e zgjeru vendimarrjen, unë mendoj që duhet ndru statuti, edhe duhet ndru mënyra e vendimarrjes aty, edhe kryetarit fakt ti kufizohet, jo ti kufizohet, të bëhet shpërndarja dhe vendimarrja të bëhet ma kolegjiale. Aktualisht po është kryesia ajo që merr vendime. Plus që brenda LDK-s edhe kanë edhe një farë kryesiet ngushtë, që në fakt ajo pastaj është kryesia vërtet. Por kush është kryesia ngushtë? I bie Kujtim Shala? I bie kryetari nën kryetart, kryetari i forumit rinos, kryetaria e forumit të gruas. Që i bie 4 ose 5 nën kryetari ka LDK-ja, s'jam e sigurt. Kujtim Shala, i bie Anton Quni, Lutfi Muhaxheri, Dorsa Kica, kjo Hikmeti Bajrami. Edhe Hikmeti e ka rolin e nën kryetares. Po, dhe ajo është nën kryetare, mandej Imre Ahmeti si sekretar. Po. Parisi, kryetari i Linis Lisha edhe Jehona. Kjo është ajo kryesia ngushtë, cilët po më duket i marrin vendimet kryesore brenda partisë. Por që ka nevojë për një diskutim të brendshëm dhe ka nevojë madje në gjykimin tim edhe në një lloj hulumtimi, se s'pe quaj hetim tani, po diçka ka ndodhur me votat e diasporës. Edhe kjo duhet sqaru, nëse jo për opinionin publik, brenda LDK-s duhet sqaru kjo punë, çka ka ndodhur, se është e vërtetë ka një lloj diskrepance, e cila ka njëherë nuk ka shpjegim logjik. A mund të legjitimohet ose të njihet një lloj fraksioni që përmend tani? Unë jam pro fraksioneve, ose unë jam për një vendimarrje ndryshe. Ta zom, kryesia nuk duhet me propozu vetëm kryetari. Duhet të ketë një mekanizëm tjetër i cili ju mundson edhe njerëzve tjerë me i bë propozimet e veta, edhe pastaj votimi të jetë i mbyllur. Siç bëhet për kryetarin, ta zom. Pramera, si ke parë